Aksi rrugor Rrëshen Bukmir në bashkinë Mirdit vijon të jetë i dëmtuar rënd pas rreshjeve të fundit, duke u bërë vështirësisht i kalueshëm për automjetet. Në disa segmente janë regjistruar shëmbje të konsiderueshme, të cilat kërcënojnë bllokimin e qarkullimit për banorët e zonës, përfshirë edhe fshatrat e njësisë administrative të Kaçinarit. Për shkak të situatës së krijuar, kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Mëlyshi, dhe prefekti i Qarkut Lezhë, Taulant Malshi, zbarkuan në terren për të parë nga afër dëmet dhe për të monitoruar ecurinë e punimeve. Ata vlerësuan punën që po zhvillohet nga ekipet e emergjencës dhe shërbimeve, të cilët po punojnë me mjete të rënda për të mbajtur rrugën të hapur dhe për të shmangur izolimin e fshatrave. Ka disa fragmente të saj që janë të dëmtuar rënd dhe që realisht është mbetet një ndër problemet më të mëdha që ka sot Bashkia Mirdit, po përpiqemi me gjitha mundësitë që bashkia ka për ta mbajtur që këta banorë, qoftë Bukmira, qoftë njësitë administrative të Kaçinarit të mos bllokohen. Realisht kjo kërkon ndërhyrje absolutisht me prefektin e diskutuam që kërkon një mbështetje të gjerë nga qeveria. Kemi bërë edhe një preventiv të nevojës emergjente për ndërhyrje, por që kjo don me emergjencë një ndërhyrje të shpejtë në disa pika të saj që të mund të bëhet e sigurt për kalimtarët. Një ndër problematikat kryesore është edhe ky aks rrugor që lidh Rrëshenin me Bukmir, me fshatin Bukmir dhe gjithë njësinë e Kaçinarit, dhe patjetër që ne do ta adresojmë dhe do të kërkojmë vlerësimin real të situatës problematikës dhe për të identifikuar pastaj edhe mënyrat e ndërhyrjes që duhen patjetër që të shikohen sipas kostove që kanë çdo variant ndërhyrje këtu apo në një mënyrë tjetër zgjidhje për ta sistemuar, për të dhënë zgjidhje kësaj problematike që është kriju masë jo vetëm nga kjo situatë e rreshjeve të këtyre 2-3 ditëve, po masë edhe për shkak të mos mirëmbajtjes së rrugës në vite. Rruga Rrëshen Bukmir është tepër e rëndësishme për qarkullimin e qindra banorëve të njësisë administrative Kaçinar, të cilët varen nga ky segment për të lëvizur drejt qendrës urbane.